9 në vend që t'i jepni libra, në vend që t'i çoni në për olimpiada, në vend që t'i financoni talentet, ju ish problemi me bileta për një koncert eksplicit. Por, që është më e bukra, është që ne duhet ta kuptojmë ashtu siç ato bën për ligjin e 21-2024, ato po bëjnë të njëjtën gjë me 4 milionë euro të Kanye West. Nuk ta pyesin fare, ai nuk pyet më as deputetët, e miraton edhe vjedh lekët nga fondi i emergjencës për një artist si Kanye West, i cili ne adullon pothuajse gjithë bota, nga bindjet e tij edhe nga ekspliciteti i tij. Kështu që tani ne nuk do durojmë më të vidhen lek edhe të bëhen propaganda të tilla. Faleminderit. Për ata që se di në antikitet, pushteti autoritar që sundonte në Rom, sa herë kishte pa kënaqësi në popull, për të ulur dhe për të zbeur pa kënaqësin, organizonte cirk edhe shpërndante buk falas. Dërsa ky pushteti korruptuar, ky pushteti i kriminuar, po organizon një cirk dhe nuk po shpërndan as buk për popullin, po shpërndan bileta falas. Dhe kjo u bë e mundur sa ta menduan që ky popull do e hante këtë rreng, por rinia shqiptare e nxori në sipërfaqe dhe e denoncoi duke e bojkotuar këtë cirk. Kështu që shqiptarët janë këtu në shesh për të kërkuar të drejtat e tyre, për të kërkuar dorëshën e Ramës. Ne nuk pranojmë cirk me bileta falas. Dorëshë! 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 Përshëndetje rinis, ki zgjoj shqiptarin, zgjoj diasporën, por e pati për këneja po e kishi fësur Gjefrit, e zbriti si rëfem për të mbrojt fëllen e vetë. Krimi dhe korupcioni ka deklaru që të Bashkumet e Amerikës rrezikojnë sigurinë kombëtare, jo vetëm shqiptarëve, edhe të Amerikës. Për arsye se pse kjo botë pastaj, kjo që shqiptarët largohen, botë zonë e influencës ruse kineze. Dhe kjo është një rrezik i madh, jo vetëm për ne shqiptarët, po është një rrezik i madh edhe për kombet e tjera demokratike, sepse kontrollojnë gjithë biznesun dhe Evropën. Dhe izolohen që të Bashkumet e Amerikës në bërë, Rusia dhe Kina bërë së përveqin që kanë bërë dhe në altë ushtarake, jo rëse. Pra ne, do reqen e Tirana sa më shpejt, ta lejë shqiptarët, mos e përdori shumë zullumin e vetë, sepse për i natëro punën të keqë. Shqiptarët, Shqipëria e shqiptarët, hekja të rëstarve. Shqipëria e shqiptarve, jo e pushtetarve. Shqipëria e shqiptarve, jo e pushtetarve. Shqipëria e shqiptarve, jo e pushtetarve. Mos e harroni përse kemi dalë. Personi që është sot me mua këtu, qofse e keni vënë re, po bën kaq ditë, kërkon tim, është nga sa Gjoçaj. Pra, nuk kanë anulluar akoma projektet. Lumi tharë, lumi vdekur, nuk ka jetë, zhduket gjallësa, zhduket komuniteti. Prandaj, në qofse e marrni mend, Kushner tha se ma sugjeroi Rama në jatin e Rothschildëve Zvërnecin. Por Rjodhin, kush ja sugjeroi? Në Rjodh po punohet akoma. Prandaj edhe ne jemi këtu, anullo shitjen e Shqipërisë, sepse ne nuk largohemi. Ashtu, si Rjodhi, duan të masakrojnë dhe Cakranin e Mallakastrës, kur gjendja civile u mor dhe u qua në një vend më të vogël siç është Levani. Po përse do thoni ju? Sepse poshtë Levanit është Arzeza, ku dhe atje do bëhet një qytet me 40.000 banor. Pra duhet të zhdukin Cakranin, është çmenduri. Cakrani i Mallakastrës, fshati më i madh në Republikë. Cakrani që ka 4
është edhe Tbilisi, pra është Apollonia, është edhe Nikaja. Pra të gjitha këto qytete që unë përmenda janë blokuar nga Rothschildut dhe nuk lejohet të gërmohen sepse del historia jonë. Pra shumë gjëra të bukura do dalin pas fitimit të kësaj proteste. Edhe njerë, anulloni shqitën e Shqipërisë, sepse kjo do luftë do vej shumë gjatë. Ne nuk do harrojmë. Dhe ata që patë kurajon ta mëtojnë në mendje shqitën e Shqipërisë, kjo luftë do vazhdoj deri tek ata që sot akoma vazhdojnë deri në shtëpinë e tyre, do kthehemi pa nivel të. Anulloni ligjin! Anulloni ligjin! Anulloni ligjin! Roma të gjithë shqiptarëve, ju lutem, të gjithë, ande, ku janë në për fshatra, në për zona malore, në për fushore, në për autostrada, në për këte, në për ande, ju lutem, si fëmija juaj, ju lutem, të duam njëri tjetër.